Një situatë shqetësuese është rikthyer në një nga kanalet kryesore të qytetit të Vlorës, konkretisht në kanalin e ujrave të larta në lagjen 15 tetori. Kanali, i cili vetëm një vit më parë shkaktoi përmbytje masive në disa zona të qytetit, sot paraqitet sërish i bllokuar nga grumbullime të mëdha mbeturinash, kryesisht atyre plastike. Këto mbetje kanë zaptuar një nga grykat kryesore të qarkullimit të ujit, duke e kthyer këtë segment në një rrezik të hapur për përsëritjen e problematikës së vitit të kaluar. Pamjet dhe situata në terren tregojnë qartë papërgjegjshmërinë e një pjese të qytetarëve, të cilët vijojnë të hedhin mbeturina në rrjetin e kanaleve kulluese, duke kontribuar drejt për drejt në degradimin e infrastrukturës. Por nga ana tjetër, kërkohet që edhe angazhimi të jetë më i madh nga institucionet lokale, të cilat kanë premtuar ndërhyrje të thelluara për pastrimin dhe rehabilitimin e kanalit. Vitin e kaluar u premtua zbatimi i një investimi për thellimin dhe pastrimin e plotë të kanalit, por ky projekt ka mbetur vetëm në letër. Ndërhyrjet sporadike të kryera her pas here nuk kanë sjellë zgjidhje afatgjate, pasi kanali kërkon një plan të plot rehabilitimi dhe mirëmbajtjeje periodike. Banorët e zonës shprehen të shqetësuar se me afrimin e stinës së shirave, rreziku i përmbytjeve është edhe më i madh se kurrë. Ata kërkojnë që institucionet të mbajnë premtimet dhe të nisin sa më parë punimet për thellimin dhe pastrimin e kanalit, pasi ai përfaqëson një arterie të rëndësishme kulluese për qytetin e Vlorës. Sipas tyre, reagimi i autoriteteve nuk duhet të vijë vetëm në momentet e krizës, por përmes punës së përhershme. Në të kundërt, çdo situatë e qetë është vetëm një hap larg një emergjence të re.